Të nderuar teleshikues, sonte në një rrëfim ekskluziv do të sjellim Vjollca Berishën, e cila fill mbas mbarimit të luftës ka shpjeguar për televizionin numër 4 të Suedis se çfarë kishte ndodhur me familjen e saj gjatë kohës kur forcat serbe kishin hyrë në Suarek dhe kishin mbledh 52 anëtar të familjeve të ndryshme të familjes Berisha, të familjes Bytyqi, të familjes Krasniqi dhe i kishin pushkatuar të gjitha këto familje. Në shenjë nderimi dhe respekti që dje disa trupa prej tyre, 27 nga familjet e para dhe 19 trupa të tjerë janë gjetë nga Krusha e Rahovecit, ne do të rikujtojmë për teleshikuesit tonë, për gjithë shqiptarët kudo në botë që jetojnë, këtë rrëfim ekskluziv të dhënë për mediat suedeze të Vjollca Berishës. Është një rrëfim i jashtëzakonshëm, një rrëfim i shpjeguar nga një njeri që ka përjetuar këtë ngjarje, një rrëfim që flet se si forcat serbe i kishin fut të gjithë anëtarët në një vend, në një dyqan, pastaj kishin filluar të hudhin bomba, të pushkatojnë ata, por ajo që është për të shokuar nga krejt ky rrëfim është se forcat serbe i kishin ngarku trupat për t'i qu dhe për t'i varros në një vend dhe në mesin e këtyre të vrarve, në mesin e këtyre kufomave, kanë qenë edhe Vjollca së bashku me kunatën e vetë, me Shyhreten, por edhe Gramozi që në atë kohë ishte vetëm 6 vjeç. Ndiqni në vazhdim rrëfimin e Vjollcës dhe do të shihni se çfarë kanë përjetuar shqiptarët. Për fatin e madh të kësaj familje, për fatin e madh të Vjollcës, Gramozi tani më veç ka mbaruar fakultetin, është një djalë i rritur dhe është duke ndjekur studimet pas universitare. Shpresojmë që në ndonjë emision të ardhshëm ne do të ftojmë në studio përsëri Vjollcën së bashku me djalin e saj, me Gramozin. Pra dhe njëherë të nderuar teleshikues, ndiqni këtë rrëfim tragjik, si është e mundur që kamioni në një shpejtësi 80 km në orë, të hudhe njerëzit e gjallë nga kufomat, të hudhet një fëmijë 6 vjeç, së bashku me nanën e vetë edhe me Shyhreten në fshatin Caparc, afër Prizrenit. Pra, ju ftojmë edhe njerë që të ndiqni këtë rrëfim, që të bani një refresh të trunit, gjithë shqiptarët, për të kujtu ato ngjarje tragjike, se çfarë ka ndodhur dhe për të mos i harru asnjëherë. Të mërkurën në 24 mars, sulmi i parë, bombardimet e NATO-s. A ditë jotë nesër më në mëngjes në ora 5 kanë hyrë ata policia të Agja, të Nexhati dhe të Fatoni. I kanë plaçkit, ju kanë marrë tolla dhe kanë rrejë Nexhatin. Ditën kur NATO-ja kishte filluar bombardimet mbi Jugosllavi, forcat paramilitare serbe kishin filluar plaçkitjen dhe vrasjen e shqiptarëve të Suarekës me rrëthim. Njëri prej caqeve kryesore ishte familja Berisha. Thuhet se akmarrja ndaj kësaj familje ishte më e egër, nga shkaku se ajo i kishte lëshuar me qira shtëpinë e vet Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Kretë kanë qenë Suarekës, djemët i kanë njoftë këta burra tanë, me emnat qitë. A unë s'ku mujtë mi këqyrë, ftyrë, ku shenë konë. Mrena nuk kanë hynë, vetëm në kanë thonë me dalë jashtë. Kemi dalë gjithë që shenë kanë jashtë. Vetëm bujarin, kunatin, e kanë nalë aty. Në shpi me emën i kanë thonë ti bujarri këtu, jo tjerë që kanë i për Shqipëri. Edhe na kemi dalë. Kur kemi dalë në rrugë, në asfalt, burrat i kanë këty. Krejt burrat i kanë këty. 3 janë kanë tantë, burri, 2 kunet, 2 këta Fatoni dhe Nexhati. Me ata u nalë edhe nana Fatonit, Fatimja, edhe kunata kjo Liria Shtadz me Nigji. Në tjertë kemi vazhdu rrugën të poshtë.
Në qendër zejtare aty na kanë mbledh, na kanë rrethu policia edhe na kanë futur në një lokal. Aty tani kanë bashkë, kanë dashur, kanë qujt me gjithçka. Aty s'ki pas të një shkëna. Këtë kemi ra për toke, unë gramozën e kom pas, për funim i kom ra për një. Dafinën vajzën e kom pa, shtu të plegasën, të vranës, veç që kom thonë një vajzës tjetër, o preke thash, Dafina o shqalla, jo. Se kon gjendje dhe që aty me shku mi afru me këqyr. Djali tjetër aj dhe në fund para se më na marrë, më në qitë kamion u kon gjallë. Që e ke kryt kër u largojshin pak, që shkojshin tjera lokale që gjujshin në këqyr, a i këqyr mune, këqyr ata, s'ti që shkemi pa qarë. Gjaku te në më bon lokal. Na mendoj shumë as më na qesin benzin, më na kollë. Mandi kanë pru një kamion aty afër, edhe kanë fillu mi tërheku fomat. Kur e panë që krejt të mëten, kamion ngreshin në zhak, në leste. Pi lestes të kamion në gjushin. Afër 50 ku foma janë konë qëty lokal. Shumica kanë qenë fëmijë dhe gra. Vetëm 3 veta nga 50 kishin shpëtuar në këtë kafe, Vjolca, Gramozi dhe Shyhretja. Ne jemi mosin vdekun, unë e plegosën, dhe djali plegosën. Shyhretja dhe ajo Altinën e ka pas gjallë në momentin e fundit. Altini djali në gjatit i Shyhretjes, i thaj ke banu si i vdekun Altin. Moze e ka një ato të i thonë. Edhe thaj, mam, ju kom një juve kur keni tregu disa raste që janë basi i vdekun, bised në shpi, edhe unë jam bo që është si i vdekun. Edhe për thot më kanë ka për kames, unë pas ka për krajnes, mund të kisha bërtit, kur e kanë ngrej për me qitë kamion. S'kemi guxu me që kryt heq, vetëm kur unë njës kamioni e kanë pastru aty venin, rruga mbari kanë thonë, vozicë. Kur ka fillu me ecë kamioni, Shyhretja më ka thirë muë, së unë s'jam konë kështu me vedije, më ka thirë Vjolca, që a je gjallë, thash po. Tha hajde këcena se në shtin me naj grope s'mujna me dalë. Unë s'pedi djalin që e kam afër edhe gjallë që heq s'pedi. Aja Altinin e kish pas për para, tu e prek, tu i mshu. Altin djali, veç i vdekun. E gjujti djalin e la. Tha Vjolca, unë e 4 fëmijë, tha pilon qëtu, veta du me këty, tha, nashti burin e kam gjallë. E la djalin edhe ra, ajo kanë shumë e plegasën. Njëherë e këqyri rrugën e përcjelli, mas për në përcjelli kush. Ra midis të asfaltit, unë e pasha e kur ra. Kur e kom këthy kryet, e kom pa jaknën e djalit, vi që e kom qelë një tros, a nuk ban të zan hiq djalit, e kom qelë ftyrën, e kom pasu qelë. Mozi a i e gjallë, po. Thash hajde këcina se në shtin me nej gropë. Djali njëherë u frigu me këthy prej kamionit. Kamioni ka qenë shumë shpejtësit madhe. Rruga drejt, kërë tjera s'ka pas, vetëm të policisë dhe të ushtrisë. Edhe një fëmijë tjetër në kamion nuk kanë qallë. Edhe ata kum lutë, hajde tash këtëse me mu, se ja kishin qitë një kufom tjetër për mi, djali kajke, o hek ma këtë gruan. Komar ja kum largu, ja kum qelë ftyrën me marë frymë. Hajde tash edhe ti të këtësejna se pale kana qoj. Aja nisi me kajtë, me bërtit, jo, tha zdu me këtë për kamionit. E lash ata ma te për skudzova, thash po më ndëgjën vozici. Kapa mozin, edhe rosh në asfalt. Mi njëherë prej asfaltit jam qënë kom. Djalin për dore e në për ara.
afërt rrugës së Parcit ku më këty. Në për ara, me djalë përdore, djali krejt gjak të pik e i zbet, unë që ashtu, po kur fardhimbje nuk nishna. Ara vdathëm që ashtu. E shtëpia e parë mrapa shkollës, i kum pa do njerëz në barë, prej slarkët vishë e kum ba me dorë, se djali ketu meq aty nara. U afruaja gruaja, kur afruaja kishtë qenë sërbe. Unë se kum ditë. Kur e pash, thash prap ju rash në dorë atynve, një farë frige, thash a ban pakuj për djalin, aja hini mrena, aja mare shërbet. Djalit edhe ja pru. Asë më pyti, shka je bon kështu, as qysh, as tek, as hiq, kusha. Ja dha qatë shërbet djalit, edhe burri sa ishtë në barë të hongër buk, luti tha për buk, thash ju zdojna buk. Tha zgudzojna mi u majtë këtu që pjoqojnë të një shpije shqiptarve. Në kanë qut të një shpi tjetër afer. Aty ne kanë dhënë ndihmën e parë, hapa e qështu. Për pos 50 këtyre personave të masakruar në këtë lokal, edhe 7 të tjerë janë ndjegur mbrapa shtëpisë së Vjollca Berishës. Njeri prej të karbonizuarve ishte edhe Sedati, burri i saj. Burrimi viktimave ishte i dhëmshëm. Gramozi 7 vjeçar po e silte në përmend gjithë historinë e tmerrit, bashkë me ftyrën e babait që tani ndodhej i shtrirë në Arkivol. Gramozi nuk donte të flasë me askënd. Ka hyp traktor me mua. Të sanak. Me qitë dorë. Edhe ati unë desha me nejtë ma larga i dhe i ke mu afrua aty me këqyrë. Dhe të vorë. Po tani në mrami e shumë keq që ku më pasë. Dhe i për kajti unë gjaki qitë. Që 2-3 herë që ashtu. Unë gjak po me qizë. Po kaqë. A kështu si kërkon nuk i lyp as si për meni që. Vetëm veti për marë se për dini ka po. As t'jonin si për meni që. Vjollcën e kemi gjetur të këtë afërmit e saj të plagosur në zemër e në shpirt. Afër burrit saj pushon trupi i burrit saj. Diku në ndonjë grop është edhe trupi Dafines së Idrilonit dhe atyre që u masakruan bashkë me ta. Askush nuk e din se ku janë trupat e tyre, ama një gjë e dim të gjithë. Jeta e Vjollca Berishës kurrë nuk do të jetë ajo që ka qenë dikur. Të nderuar teleshikues, sonte në një rrëfim ekskluziv do të sjellim Vjollca Berishën, e cila fill mbas mbarimit të luftës ka shpjeguar për televizionin numër 4 të Suedis se çfarë kishte ndodhur me familjen e saj gjatë kohës kur forcat serbe kishin hyrë në Suarek dhe kishin mbledh 52 anëtar të familjeve të ndryshme të familjes Berisha, familjes Bytyqi, familjes Krasniqi dhe i kishin pushkatuar të gjitha këto familje. Në shaj nderimi dhe respekti që dje disa trupa prej tyre, 27 nga familjet e para dhe 19 trupa të tjerë janë gjetë nga Krusha e Rahovecit, ne do të rikujtojmë për teleshikuesit tonë, për gjithë shqiptarët kudo në botë që jetojnë, këtë rrëfim ekskluziv të dhënë për mediat suedeze të Vjollca Berishës. Është një rrëfim i jashtëzakonshëm, një rrëfim i shpjeguar nga një njeri që ka përjetu këtë ngjarje, një rrëfim që flet se si forcat serbe i kishin fut të gjithë anëtarët në një vend, në një dyqan, pastaj kishin fillu të hudhin bomba, të pushkatojnë ata, por ajo që është për të shokuar nga krejt ky rrëfim është se forcat serbe i kishin ngarku trupat për t'i qu dhe për t'i varros në një vend dhe në mesin e këtyre të vrarve, në mesin e këtyre kufomave, kanë qenë edhe Vjollca së bashku me kunatën e vetë, me Shyhretën, por edhe Gramozi që në atë kohë ishte vetëm 6 vjeç.
Ndiqni në vazhdim rrëfimin e Vjollcës dhe do të shihni se çfarë kanë përjetuar shqiptarët. Për fatin e madh të kësaj familje, për fatin e madh të Vjollcës, Gramozi tani më veç ka mbaruar fakultetin, është një djalë i rritur dhe është duke ndjekur studimet pas universitare. Shpresojmë që në ndonjë emision të ardhshëm ne do të ftojmë në studio përsëri Vjollcën së bashku me djalin e saj me Gramozin. Pra dhe njerë ndëruar teleshikues, ndiqni këtë rrëfim tragjik, si është e mundur. Është edhe ti të këcejna se pale ka na qoj. Aja nisi me kajt, me bërtit jo, thash du me këtë pri kamionit. E lash ata ma te për skudzova, thash po më ndëgjën vozici. Ka famozin e verosh në asfalt. Mini herë prej asfaltit jam qënë kom. Djalin për dore e në përara, afert rrugës sa parcit këmë këty. Në përara, me djallë për dore, djalli krejt gjak të pik e izbet, unë e qashtu, po kur fardhimbje nuk nishna. Ara vdathën qashtu. E shtëpia parë mrapa shkollës, i kum pa do njerëz në barë, prej slarktit vishë e kum ba me dorë, se djalli ketu meq aty nara. U afruaja gruja, kur u afruaja kishtë qenë sërbe. Unë se kum ditë. Kur e pash, thash prap jurash në dorë atynve, një farë frige, thash a ban pakuj për djallin, aja hini mrena, aja mare shërbet. Djallit edhe ja pruni. Asë më pyti, shka e bon kështu, asë qysh, as tek, as hiq, kusha. Ja dha qatë shërbet djallit, edhe burri sa ishtë në barë të hongër buk, luti tha për buk, thash ju zdojna buk. Tha zgudzojna mi u majtë këtu që pjoqojnë të një shpije shqiptarve. Ne kanë qëtë të një shpi tjetër afer, aty ne kanë dhënë ndihmën e parë, hapa e qështu. Për pos 50 këtyre personave të masakruar në këtë lokal, edhe 7 të tjerë janë ndjekur mbrapa shtëpisë së Vjollca Berishës. Njëri prej të karbonizuarve ishte edhe Sedati, burri i saj. Burrimi i viktimave ishte i dhëmshëm. Gramozi 7 vjeçar po e sillte në përmend gjithë historinë e tmerrit, bashkë me ftyrën e babait që tani ndodhej i shtrirë në Arkivol. Gramozi nuk donte të flasë me askënd. Ka hypë traktor me mbonja në gjati. Me ata unale dhe nana Fatonit, Fatimja edhe kunata kjo Liria Shtadz me njëgjë. Në tjertë kemi vazhdu rrugën të poshtë. Në qendër zejtare aty në kanë mledhë, në kanë rrethu policia edhe në kanë fut në një lokal. Aty të një kanë bashkë, kanë dashtë, kanë qujtë me gjithë shka. Ty s'ki pas të një shka në parë. Këtë kemi ra për toke, unë Gramozin e kom pas, për funim i kom ra për një. Dafinën vajzën e kom pa, qëtu të plegasët, vranës, e që kom thonë një vajzës tjetër, o preke thash, Dafina o shqallë, jo. Se kon gjendje dhe që aty me shku mi afru me këqy. Djali tjetër, dhe në fund para se më në marrë, më në qitë kamion u kon gjallë. Që i ke krytë kërë u lërgojshin pak, që shkojshin tjera lokale që gjujshin. Në këqyrë, a i këqyrë mu, në këqyrë ata, s'ti që shkëm i pa qare. Gjaku të inë më bon lokal. Na mendoj shumë as më në qesin benzin, më në kallë. Më ndi kanë pru një kamion aty afer, edhe kanë fillu mi tërheku fomat. Kure panë që krejt të mëten, kanion në ngreshin në zhak, në leste. Pi lestes në kamion në gjushin. Afer 50 ku foma janë konë qëtë lokal. Shumica kanë qenë fëmijë dhe gra.
Vetëm 3 veta nga 50 kishin shpëtuar në këtë kafe, Vjolca, Gramozi dhe Shyhretja. Ne jemi mosit vdekun, unë e plegosme, dhe djali plegosme. Që kamioni në një shpejtësi 80 km në orë, të hudhe njerëzit e gjallë nga kufomat, të hudhet një fëmijë 6 vjeç, së bashku me nanën e vetë edhe me Shyhretën në fshatin Caparc, afër Prizrenit. Pra, ju ftojmë edhe njerë që të ndisni këtë rrëfim, që të bani një refresh të trunit, gjithë shqiptarët, për të kujtu ato ngjarje tragjike, se çfarë ka ndodhur dhe për të mos i harru asnjëherë. Të mërkurën në 24 mars, sulmi i parë, bombardimet e NATO-s. Atë ditë jotë nesër më në mëngjes në ora 5 kanë hyrë ata policia të Agja, të Nexhatja të Fatoni. I kanë plaçkit, ju kanë marrë tolla dhe kanë rrejë Nexhatin. Ditën kur NATO-ja kishte filluar bombardimet mbi Jugosllavi, forcat paramilitare serbe kishin filluar plaçkitjen dhe vrasjen e shqiptarëve të Suarikës me rrëthin. Njëri prej caqeve kryesore ishte familja Berisha. Thuhet se akmarrja ndaj kësaj familje ishte më e egër, nga shkaku se ajo i kishte lëshuar me qira shtëpinë e vet Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Kretë kanë qenë Suarikës, djemët i kanë njoftë këta burra tanë, me emnat qitë. A unë s'ku mujtë mi këqyrë, ftyrë, ku shenë kanë. Mrena nuk kanë hynë, vetëm në kanë thonë me dalë jashtë. Kemi dalë gjithë që shenë kanë jashtë. Vetëm bujarin, kunatin, e kanë nalë aty. Në shpi me emën i kanë thonë ti bujarri këtu, jo tjerë që kanë i për Shqipëri. Edhe na kemi dalë. Kur kemi dalë në rrugë, në asfalt, burrat i kanë këthy. Krejt burrat i kanë këthy. 3 janë kanë tantë, burri, 2 kunet, 2 këta fatosën. Shyhretja dhe ajo Altinën e ka pas gjallë në momentin e fundit. Altini djali i Nexhatit i Shyhretës, i thoj ke banu si i vdekun Altin. Moze e ka një ato të i thonë. Edhe thaj, mam, ju këm një juve kur keni tregu disa raste që janë bërë si të vdekun, bised në shpi, edhe unë jam bërë që është si vdekun. Edhe për thot më kanë ka për kame, së më pas ka për krajnë, së mund të kisha bërtit, kur e kanë ngrej për me qitë kamion. S'kemi guxu me që kryt heq, vetëm kur unë njës kamione e kanë pastru aty venin, rruga mbari kanë thonë, vozicë. Kur ka fillu me ecë kamioni, Shyhretja më ka thirë muë, së unë s'jam kanë kështu me vedije, më ka thirë Vjolca, që a je gjallë, thash po. Tha hajde këcena se në shtinë me nëj grope, s'mujna me dalë. Unë e s'pedi djalin që e kam afër edhe gjallë që heq s'pedi. Aja Altinin e kish pas për para, tu e prek, tu i mshu. Altin djali, veç i vdekun. E gjujti djalin e la. Tha Vjolca, unë e 4 fëmijë, tha pilon qëtu, veta du me këty, tha, nashti burin e kam gjallë. E la djalin edhe ra, ajo kanë shumë e plegosën. Njëherë e këqyri rrugën e përcjelli, mos për në përcjelli kush. Ra në disë asfalt, këtu në pasha e kur ra. Kur e kom këthy kryet, e kom pa jaknën e djalit, vi që e kom qelë një tros, ajës nuk ban të zan hiq djalit, e kom qelë ftyrën, e kom pas qelë. Mozja i e gjallë, po. Thash hajde këcina se në shtin me nej gropë. Djalin njëherë u frigu me këthy prej kamionit. Kamioni ka qenë shumë shpejtësit madhe. Rruga drejt, kërë tjera s'ka pas, vetëm të policisë dhe të ushtrisë. Edhe një fëmijë tjetër në kamion nuk kanë qallë. Edhe ato kum lutë, hajde tash këtëse me mu, se ja kishin qitë një kufom tjetër për mi, djali kajke, o hek ma këtë gruan. Ku marrë ja kum largu, ja kum qelë ftyrën me marrë frymë. Hajde